Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, gjithmonë ka një mesazh për ju. Janë leximet përgjithshme, merrni vetëm ato që rezonon me ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihen të gjitha muajt e vitit, por dhe video me tema të ndryshme. Është tema për hënën e re që ka ndikime 29 ditë thamë. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe. Dhe falenderoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali. Atëherë, shohim energjinë që do na vi. Ju mendoni për personin, çfarë mendon ky person në lidhje me ju, ose kush mendon në lidhje me ju në këto momente. Ndoshta një person që dëshiron të shfaqet fuqishëm në jetën tuaj, ose dikush që është lënduar nga një person. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë, energjia që ka ardhur në këtë lexim, kemi që ju nuk i shihni gjërat qartë në lidhje me një njohje, ose ju mund të jeni të mblidheni në një grup shoqëror dhe aty një person të tërheqet nga ju, por ju nuk jeni duke e parë këtë person që ka tërheqje nga ju dëgjues. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, shoh që keni paqartësi në lidhje me një person që mund të jeni në një njohje ose në lidhje që mund të jeni, edhe pse ky person bën pjesë në një grup njerëzish. Dhe kur themi grup njerëzish, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj, dhe ky person ndodhet përballë jush, por mund të jetë edhe një person në grupe të ndryshme që ju mund ta keni njohur ose që ju mund ta njihni. Gjithsesi, shoh që është një person i suksesshëm, një person që njeh vetën fitore dhe sukses në jetën e vet, ose mund të jetë një person që është i suksesshëm në lidhje me njohjet që krijon, ose edhe në lidhje me lidhjet. Gjithsesi, unë shoh për një pjesë prej jush, mund të keni paqartësi në lidhje me një njohje ose në lidhjet tuaja, edhe pse ju keni luftuar shumë në lidhje me këtë person. Shoh që mund të keni pasur persona që ju kanë mbështetur, por mund të keni pasur dhe persona kundërshtar, që ndoshta e kanë pas zili këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni krijuar. Dhe shoh që ju mbyllni diçka për të filluar diçka të re. Mund të jetë mbyllja e një njohje që keni ose lidhje për të bërë një fillim të ri për një pjesë prej jush, ndërsa pjesa tjetër shoh që ju mund të keni të bëni edhe me një person që mund të ndihet i lënduar, ose ju jeni lënduar nga një njohje ose lidhje dhe kërkoni të jepni fund diçkaje. Ndoshta ju ndiheni pak të zemëruar, por dëshironi që të jepni zgjidhje kësaj situate. Mund të keni pasur edhe reagime pak negative në lidhje me këtë situatë, por gjithsesi ky person është një person që nuk mund të pranoj thjesht paqartësi në lidhje me këtë njohje, ose ju dëgjues, sepse energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt. Dhe shohim, këtu kemi energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit, ne kemi kartën e botës që janë 4 energji. Është energjia e shenjës së Luanit, shenja e Demit, Virgjëresha, shenja e Akrepit. Gjithsesi, janë të përfshira të gjitha shenjat e horoskopit, dhe do shohim se çfarë mendon ky person në lidhje me ju tani.
atëhere, shoh që ky person mund të ketë paqartësi, mund të ketë frikra emocionale, edhe pse shoh që personi ka shumë emocione në lidhje me këtë dashuri, dëshiron që ta shfaqë këto emocione që ka, por në një rast tjetër mund t'je bërë dhe prapaskena në lidhje me një dashuri. Mund t'je bërë prapaskena nga persona që ju i keni afër. Janë persona që ju ndoshta nuk e kuptoni që janë negativ, dhe janë persona që mbas shpinës tuaj ndoshta dhe mund të kemë përdorur një gjuhë tjetër ose fjalë të tjera në kundërshtim me ato që mund t'ju thonë ju. Gjithsesi personi, jemi në një energji të mbretit të kupave, personi ka emocione në lidhje me ju, gjithsesi thamë energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, por janë disa prapaskena që janë krijuar në lidhje me këtë dashuri. Janë persona që kanë punuar mbas shpinës tuaj, ndoshta për të prishur këtë njohje që keni ose këtë lidhje. Ose personi ka paqartësi dhe ka frikra emocionale, ka pasiguri në lidhje me këtë dashuri. Dhe shoh që mund të jetë edhe një person që kujdeset dhe për dikë tjetër. Sepse shoh një lloj trekëndshi këtu. Mund të jeni në një njohje ku personi ka dhe dikë tjetër në jetën e vet, por përsëri është një person që dëshiron të kujdeset për ju ose të jetë me ju. Por për një pjesë tjetër mund të jetë edhe një person te vendi punës. Është një person që ndoshta gjatë gjithë kohës ju vrojton dhe ky person dëshiron ju admiron dhe dëshiron të jetë në një njohje në lidhje me ju, sepse unë shoh që ka shumë emocione. Por personi tregohet shumë i mbyllur në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person ka frikë se mos rrezikoj, sepse shohim një figurë mbretërore këtu, sikur ky person do bjeri nga ky fron në momentin që ky person të afrohet dhe të shpreh këtë dashuri. Sepse shoh që ky person ka ndjenja, por i mbyll ndjenjat dhe nuk shfaqet ose nuk i tregon ndjenjat e veta, por dhe nuk i ndan dhe me persona të tjerë. Gjithsesi, këtu vëm re një lëvizje që ndodh në këtë histori dashurie dhe ky person mendon që mund t'i cënohet ky pozicion që ka, por shoh që dikush mund të tronditet edhe fort në lidhje me këtë dashuri, sepse diçka këtu ndodh në lidhje me ju. Ndoshta një person i tretë dëshiron të futet në këtë njohje, ose ky person sikur mendon edhe për dikë tjetër, mund të themi. Gjithsesi, është një person shumë i mbyllur. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së gafores, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Dhe vazhdojmë, shohim qëllimet që ka ky person në lidhje me ju. Qëllimi i këtij personi, po të vëmë re këtu, është një person që ndoshta ose janë të dy personat edhe ju dëgjues, shoh që shfaqet një lloj egoizmi nga të dy palët, sikur secili tërheq nga ana e vet, por shoh që ky person është edhe duke ju ndjekur pak në mënyrë të fshehtë. Dhe ju ndjek në rrjetet sociale, shoh nëpërmjet internetit. Ndoshta ky person mund të ndjeki një bisedë tuajën, mund të ndjeki postimet që ju bëni në internet, por ndërkohë mund të ndjeki profilin tuaj ose gjithë aktivitetin që ju keni nëpërmjet rrjeteve sociale. Është një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës. Por shoh që është edhe një person që dëshiron të lëjë diçka mbrapa për të bërë një fillim të ri, një fillim nga zerua. Ndoshta ky person ndihet pak i trembur në lidhje me disa situata që mund të ketë pasur ose që personi ka,
dhe dëshiron t'i lejë mbrapa për të bërë një fillim të ri dhe ndihet shumë entuziast në lidhje me këtë gjë. Dhe po të vësh re, gjithë kjo energji vjen, këtu kemi një lloj egoizmi nga të dy personat, ose personi lufton shumë për ju, është një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës në mënyrë të fshehtë, është duke kontrolluar rrjetet sociale, por është dhe një person që ndihet pak i trembur, i friksuar nga diçka që lë mbrapa. Dhe shohim energjinë tuaj dëgjues, çfarë mendoni, çfarë ndjeni ju në lidhje me këtë person. Dhe këtu po vjen një energji shumë e qartë në lidhje me ju. Shoh që ju dëshironi një takim me këtë person, por është një person i tretë që ju vrojton gjatë gjithë kohës. Unë do ta mbyll figurën sepse është pak e sikletshme. Është një person i tretë që ju ndjek në mënyrë të fshehtë gjatë gjithë kohës, po të vëmë re këtë personin. Ky person përdor një lloj strategjie në lidhje me ju. Ndoshta është një person që llogarit çdo lëvizje, sikur është një person që do të bëj shamat, por është duke studiuar situatat dhe jeni ju këtu dëgjues, është energjia juaj, më falni, jeni duke përdorur një lloj strategjie në lidhje me këtë person. Për një pjesë prej jush tash mund të ketë edhe një person të tretë në jetën tuaj, sepse unë shoh që dikush në momentin që ju takoheni me këtë person, është një person që ju vrojton në mënyrë të fshehtë. Gjithsesi, shoh një energji mashkullore që tregon një strategji që jeni ju dëgjues, energjit mund merrni dhe në të kundërt, në lidhje me këtë histori dashurie. Por ndërkohë shoh që kërkoni një rikthim nga ky person, ose të paktën një falje nga ky person. Për pjesën tjetër mund të jetë dhe shpirti juaj binjak. Ju hyni në një njohje të re, keni një takim me një person, do përdorni një lloj strategjie me këtë person dhe shoh që ju do ndiheni me këtë person sigur jeni shpirti juaj binjak. Ndërkohë, ju shoh që ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente në lidhje me dashurinë. Mund të jetë një dashuri e kaluar, mund të jetë një personi nga e kaluara juaj, mund të jetë që ju keni kaluar me këtë person shumë tension, shumë stres, por dëshironi të lini mbrapa këto dhe të jepni një drejtim më të qetë, keni diskutime në lidhje me këtë person. Dhe do shoh energjinë e të dyve se çfarë do ndodhi në lidhje me ju të dy. Dhe këtu kemi, nuk e tham, kemi energji të shenjës së binjakëve, energji ajri, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ajrit përsëri. Janë të përfshira gjitha shenjat e horoskopit. Dhe shohim përfundimin e kësaj historie. Gjithsesi unë shoh nuk e di ky person është duke ju ndjekur, ndoshta edhe pak nga afër, mundohet, jo ju ndjek, por mundohet të afrohet me ju, dëgjues, dhe kërkon të jetë sa më afër me ju. Ndoshta ky person dëshiron t'ju bëjë edhe disa pyetje ose dëshiron të hyjë në diskutim në lidhje me ju, për jetën e tij, për qëndrimin e tij dhe në lidhje me këtë dashuri që ju keni. Gjithsesi shohim dhe kjo është një energji mashkullore, kemi një energji femërore që është duke menduar, por është e vendosur në qëllimet e veta, në lidhje me këtë dashuri. Po të vëmë re këtu, një energji femërore që tregohet që është e përkushtuar te gjërat e saj dhe një energji mashkullore që gjatë gjithë kohës dëshiron t'i afrohet. Por gjithsesi kemi rrotën e fatit këtu që tregon që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë person, për t'i çuar gjërat para ose për të ajo varet pastaj sepse rrota e fatit ka dy medalje, është nëse ju doni ta çoni para këtë njohje ose lidhje që keni, është në dorën tuaj për ta çuar, në të kundërt mund ta tërhiqni dhe mbrapsh, domethënë rrotën. Dhe ju nuk dëshironi që këtë njohje ta çoni përpara. Gjithsesi, fati është në anën tuaj. Një energji femërore që ka shumë pasion, është një energji
e vendosur në qëllimet e veta, por ndërkohë shoh një energji femërore ku është duke menduar në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu nuk tham kemi energjit shenjave të zjarit, dhe kemi dhe energjin e rotës së fatit që janë përsëri 4 energji që i përmendëm lart. Dhe shoh energjit shenjave të ajrit, të ujit, por edhe të ujit përsëri. Shoh që është një person që mendon shumë në lidhje me ju. Ndoshta ky person është duke menduar gjatë gjithë natës se si të ketë këtë takim me ju. Të keni një takim së bashku. Do të takohet dhe ndoshta ky person dihet dhe pak i shqetësuar në lidhje me këtë. Sepse është duke menduar për ju dëgjues, ose është një person që do të fajsoj dhe veten e vet në lidhje me këtë dashuri, me këtë njohje që keni, ose për gjërat që dhe momentet që ju keni kaluar së bashku. Dhe nuk e di nëse ky person do jetë në gjendje ta përballoj një situatë stresi, pagjumësie që ka duke menduar, por është edhe një person që është shumë gentil dhe është duke menduar gjatë gjithë kohës, ndoshta për të bërë një dhuratë, për t'ja u sjellë këtë dhuratë, sepse shoh që ky person ka emocione, ka shumë emocione. Por ndërkohë është edhe një person që është i rrethuar edhe nga persona shumë ziliqar, mund të them. Dhe unë shoh një energji maskullore këtu. Edhe pse ky person ka shumë emocione vetë si person, por janë persona të tjerë rreth këtij personi që ndikojnë te ky person. Gjithsesi, po të vëmë re këtu, këtë energji maskullore dëshiron të jetë i lumtur, mund të jetë edhe një person që është gazmor, entuziast, sepse është duke menduar se si t'ju japi, si t'ju shpreh këto ndjenja që ka në lidhje me ju. Dhe përfundimi, atëherë jemi te energjia e karocës, por edhe e demit, është energji e shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Atëherë shoh që ky person sikur dëshiron t'ju rrëmbej dhe t'japi drejtim emocioneve të veta, por t'japi drejtim dhe kësaj dashurie. Se po të vëmë re këtu, kemi një energji maskullore që drejton këtë karocë, por dhe një energji femërore që ky person sikur dëshiron ta marrë me vete, dëshiron që të japi drejtim kësaj dashurie dhe emocioneve që ju keni për njëri tjetrin. Ndërkohë shoh një energji femërore që është duke menduar mirë, është një energji ku është ndihet e sigurt në veten e vet, dhe është duke menduar në lidhje me energjinë maskullore ose në lidhje me një takim. Sepse shoh që është një takim këtu, por energjia maskullore përdor një lloj maske, po të vëmë re. Është një takim romantik, një takim i bukur. Ndoshta energjia maskullore ndihet më entuziaste, por gjithmonë duke mbajtur një maskë në fytyrë, duke mos shprehur gjithçka që ka brenda vetes në lidhje me energjinë femërore. Ndërsa energjia femërore ndihet pak si e habitur nga energjia maskullore. Unë do marr një mesazh nga ëngjëllit dhe do shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë dashuri. Atëherë, kemi energjitë shenjave të zjarit këtu, dhe thot, ju ndoshta keni qenë shumë të lodhur, një pjesë prej jush, ndoshta jeni lodhur duke mos qenë në një njohje, ose ju dëshironi të futeni në një njohje, nuk keni arritur të krijoni një njohje ose një lidhje dhe kjo gjë ju ka lodhur. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do të jepni fund një lodhje të gjatë që ju keni pasur për të bërë një fillim të ri. Por shoh një fillim të ri shumë të bukur këtu, sepse kemi një vazo me lule të mbushur mbas një bare të madhe që keni mbajtur në shtëpi për një kohë të gjatë.
Dhe thot kërkoni ndihmë edhe nga persona të tjerë, në qoftë se ju dëshironi të futeni në njohje, ose në rastin tjetër në qoftë se ju keni situata të lodhshme në njohjet ose lidhjet tuaja, diçka që ju ka lodhur. Atëherë mund të kërkoni ndihmë edhe nga të tjerët. Jeta thot dhe jeta nuk ka vetëm lodhje, thot, domethënë ju duhet të shikoni edhe në lidhje me fillimet e reja që doni të bëni, ose nëse doni ta çoni para këtë njohje ose lidhje. Atëherë gjithçka që ndodh thot është rezultat i gjërave që ju mund të keni bërë. Dhe këtu flasim në lidhje me këtë dashuri, varet se si keni dhënë, si keni marrë në lidhje me këtë person. Do marrim edhe një kartë tjetër, dhe jemi përsëri te energjia e zjarit, kemi asin e shkopinjve, dhe ju thot një interesim për diçka të re, thot, për një mundësi të re. Ju mund të bëni zgjedhjen tuaj, ndryshoni jetën tani dhe në vazhdim. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Në qoftë se ju dëshironi vërtet futeni në një njohje që ju intereson, atëherë është një mundësi shumë e mirë. Ju mund të bëni zgjedhjen tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, nëse ju jeni të interesuar që këtë njohje ose lidhje ta çoni përpara, atëherë mund ta bëni këtë, të bëni zgjedhjen tuaj, ndryshojeni jetën tani dhe në vazhdim. Ky është një mesazh shumë domethënës në lidhje me të gjithë ju. Gjithsecili mund të di vetë situatat e veta, por ndryshoni jetën tani dhe në vazhdim, ju thot. Atëherë këto ishin mesazhet që jepnin angjëjt, ju jeni të mbështetur dhe të mbrojtur nga angjëjt. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e javës, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë vitit, gjitha muajt e vitit, hënën e re, sepse ka efektet e veta dhe efektet zgjasin 29 ditë, por dhe tema të ndryshme për dashurinë. Atëherë kjo ishte për ju urojmë mbasditë të këndshme, por edhe një dëgjim sa më të këndshëm.